Kjo video është për gjithë ju që më shkruani në për komente dhe në mesazhe që kam një zhurmë të makina dhe nuk po e dalloj dot se çfarë ka. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Çojeni tek servisi. Ndërsa për ju që kërkoni një përgjigje më të detajuar, ndiqeni këtë video. Do t'i bëjmë vetë. Pa do na ndihmoj dhe miri. Kështu që do ta hyp makinën në ur që të shkurtojmë kohë. Kjo është taco gome. Mas gome, ta ngrej në ujë. Besoj se nuk ka nevojë që t'ju flas për makinën time sepse e kam folur edhe në video të tjera. Është një BMW X3 e vitit 2006 me motorin më të mirë të BMW-s, M57. Do ta kontrollojmë nga poshtë sepse kam ta zhurma kur pres timonin. Mendoj se ka ndonjë grusht, po të shohim se çfarë do na thotë mirë. Klajdi thot që s'ka makinë që nuk rrjedh vaj, po kjo është e pastër. Që do të thotë? Legjenda thot që BMW-t vuajnë nga rrjedhja vaj, po BMW-ja ime s'ka pik rrjedhje. Zakonisht kohët e fundit kam vënë re që kur bëj një rrugë gjatë me këtë makinë, për shembull kur shkoj deri në Sarandë, momentin që shkoj në Sarandë fillojnë edhe fishkollejnë ferrotat, fishkollejnë pra kur bëj një frenim të butë, por ka raste edhe në frenimet forta bëj një fishkollim të çuditshme. Edhe për këtë do ta pyesi Mirin. Diçka shumë interesante që ka dhe pullën këtu. Hajde t'ju tregoj. Kjo është kambjoja e motorit, edhe zakonisht është një pikë pyetje shumë e madhe që duhet ndruar vaj kambios apo jo. Ndërsa këtu shkruan lifetime oil, no oil change. Pra, kjo është manuale dhe normalisht thot që nuk duhet ndruar vaj kambios. Miro, si thu, qa ka? Kush kjo ha? Qa kishin kokat e zbarës? Kokat e zbarës që i ke ndruar, i ke vut shkurta, nuk e në të vetër. Si ke ndru, unë i ka ndru staj para teje. Nështë jo staj këtu, në staj tjetër. Jo këtu, ja. Se këtu shëpim dhe gjo me detaje. Okej, kokat e zbarës, tuti do këtë qenë një model... Model tjetër, jo Jo X3. për sut, jo X3, do këtë qenë për një BMW të vogël. BMW së jetë, rau diçka tjetër. E ku është qafti? Ka pak fileto? Distanca është shumë e shkurt, ka pak filete, shiko këtu? Okej. Sa pak filete, kjo nuk ka siguri. Paktën pjesa e kësaj filete dalet rrafsh me datën. Dhe s'ke garanci. Mund bën një zhurmë kur prej timonin deri në fund, ose kur bëj një frenim kur koprimohet makina. Ke parasysh? Bën një zhurmë duk. Atë është me gominë shpatulla. E kontrollojmë dhe gominën e shpatullave. Unë di që ja kam ndru. Po ti e ke ndru shok si ke ndru, po si ke ndru ato që duhet vetë. Si kam ndru ato që duhet, a? Here ke stabilizator. Stabilizator. Po. Okej. Kokë paraleli kemi? Kokën e zbarën, si që ja kam vut shkurt, mi është një heq. Pavarësisht janë të reja, nuk kanë ra, por nuk janë të veta, s'ke siguri, janë shumë shkurt. Kokë zbare, kokë paraleli, jo, stabilizator. Dy stabilizatorët, dy kokat e zbarës, që do heqen se nuk ke siguri. Okej. Edhe të tjerat, nësa shikoj, i kemë rregull. Tashi, pyetja tjetër e imja është që, e thash edhe më përpara, po kur marr këtë makinë dhe shkoj deri në Sarandë, po themi, në momentin që mbrin në Sarandë dhe bëj një frenim kam fishkëllima. Pra që i bie që kur nxefen ferrotat dhe tamburat fillojnë dhe fishkëllejnë. Nuk shtu di. Cili është problemi, është pyetja. Problemi është do të më pa me diagnostifiku. Hajde ta shohim mirë. Tamburët nuk i kanë dhe në gjendje shumë të mirë, Disco frenat. E ke përdor shumë si makina, po ka nesë më jeni. Makina edhe rri edhe përdoret. Pra, një herë në muaj, fundjavave. Nëse se e le jashtë. Jashtë, po. Mësa shikoj të ferrota kanë vazhdu janë tha. Nuk është brum, si ta them, i butë. Okej. është tha si ferrota, ku ta shikoj ka vazhdu të u plasë ferrota. Pra, duhet ndru dhe ferrota. Tamburët kanë lënë viza plastik, ne dhe skalina.
Edhe nga që nuk e përdor dhe shumë ti, amortizohet. Okej. Edhe frenimin ta bën në zhurmë. Zgjidhja është tamburo ferrota apo? Zgjidhja është dia, Të dyja. me qenë më i sigurt. Po mrapa? Baba ta shikojmë. E njëjta gjë dhe mrapa. Një ta gjë. Pra, diagnoza jote qëndron, makina përdoret rrallë dhe kur përdoret ka këto efekte. Pra duhet përdorur më shpesh thua ti, ëh? Po, sa më shpesh me lviza që më mirë. Kështu si makinë nuk është dash në gjendje shumë të keqe. Nuk është në gjendje dhe aq shumë të keqe. Ja. Ka ca kështu dëmtime estetike të vogla, po nuk prishin punë. Si gjithë makinat me aq vite. E rëndësishme është që nuk ka rrjedhje vaj. Ja, nuk ka rrjedhje vaj, sidomos me nga ana partikolare nuk ka rrjedhje, është e pastër, gjë që është shumë e mirë për pjesën që kur bërë rigjenerimi partikular dhe ka rrjedhje vaj është e dëmshme. Është e rrezikshme se merr flak, Po, merr dhe flak. digjet gjatë rrugës. Po, Kemi po parë more shpesh. flak vaj është shumë e rrezikshme sepse nuk mund ta ndalësh. Ka vetin ndezse, pra, pravet flaka po kudo. ndez ajo në peshkë temperaturë 600-700 gradë, po mori ajo se fik dot. Që mund të shkojë edhe shkatrim total makinës, mund të djegë komplet. Qoftë larg, kështu që një arsye më shumë për të ardhur tek servisi, jo vetëm tek Aksion Servis, por në çdo servis tjetër, sepse siguria është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Normal. Pra Miri, si e lam, kemi 2 koka zbare, kemi 2 stabilizator, Tambure, tamburo ferrota. dhe i lavazh në fund. Dhe i lavazh në fund dhe i buzqeshje, ha? Shkojmë tek Ledio dhe të marrim preventivin. Përpara se të shkojmë te Ledio, mund t'i bëjmë dhe një kontroll të përgjithshëm me kompjuter, të shohim se çfarë problemesh kemi. E bëjmë dhe një herë se ndoshta e shtymi çik, e frymi çik faturën. Ja, nuk bëjmë e shty faturën, ne i bëjmë që t'japim garanci klientit. Kjo është e rëndësishme. Po, nuk është gjithçka faturë. Sot faturën e bë, po nesër nuk vlen. Nuk mban njeri përgjegjësi pastaj. Ja, nuk vlen, nuk u puna përgjegjësisë, është puna që klientit me si kënaqë dhe klientit ta ketë sigurt kokën. Në makinë kur të hecë, jo gjithçka ndro diçka që është e pa arsye. Bravo Miri, më pëlqen shumë kur flet. Çfarë të bëjmë? Do t'i bëjmë një kontroll me kompjuter, unë kam një lampë të ndezur dhe fishën e airbagut, sepse i kam ndru sendilet kësaj makine, ja kam vënë makinës që ja kam marrë këto sendile, ka qenë makinë angleze, pra që parasysh është ndru pozicioni e kundërta. Kështu që nuk kam arritur dot që ta zgjidh të çështjen e airbagut. Ja ta shikoj me kompjuter. Edhe ajo është e rëndësishme, sepse në një rast rreziku apo aksidenti, ndoshta edhe nuk hapet airbagu. Po. Ti të duken si makinë? Të pëlqen? Ja. Shumë do më vetë përgjithësi për çuna të rrjet mira. Për çuna, i Kjo është për pleqë o burë, se kjo është e vjetër tash. Ore e vjetër po them si emër, sistem. BMW. Si markë BMW është për çunata, kurse Po. Benz është për zotëri. Për zotëri. Si puna ime. Thunë kam Benz. Unë që përdor Opel, Ti përqendoj Opel, ti çeke ke pensionistët. po unë përdor disa marka në fakt. Qa marrë? Edhe Nissan, akoma më keq, ja? Ti çeke në shkallës kategorisë 4. Shikoni çfarë thot Miri, kategoria 4 nëse ke Nissan, nëse ke Opel pensionist. Shohim se çfarë erroresh çfarë gabimesh do na tregoj kompjuteri. I bimi Smart Scan, që e kontrollon komplet pjesën e motorit, kamës, airbagëve, radiove të navit, ABS-it, AC-s. Ky është ai momenti më kështu, më tensionues. Është ti po i lutej Zotit sa më pak probleme. Po të është me i lutë zote qikë ma shumë më shkret, se hegra Për hekra s'ka problem. s'ka problem, hegra ke plot. Se kemi të motorri, sa defekte. Qeku në kene zë motor? Jo. Janë sa defekte që ti e kene zë makinë ke botë sa punime dhe nuk e ka fshi. Sa histori. Sa që për nuk probleme. Shkojmë ke SRS-ja, ka airbag-u. Kej Pasagjeri. Po, pasagerit mrapa, kej sensorat të pjesa e ato sendileve që më theti mu, që i kam dru. Edhe njërin nga ato e keme defekt. I sendiles mrapa, i sensorit pasagerit? Sensorit pasagerit mrapa, SEAT, thot, pa kanë ky detektor pasagerët. Është e pjesa që i ke ndru krahët. Po, atëherë, ndoshta mos duhet që ti kisha bërë një reset, një fshirje me kompjuter? Jo, nuk ka të bëjë, këta e keme defekt. Okej. Kjo do ndru. Tjetër gjë? Tjetër gjë, të shti. Të shikojmë.
Gjërat e janë kështu lidhje me historitë. Ka ratë ndonjëherë bateria? Po, më ka ra, e kam dez me kavo. Po, ke ca gjëna histori që ti ka rujt nga ana e baterisë. Që ka ra bateria, ka rujt errore, që ka ra voltazhi. E kuptova. Zakonisht voltazhin e ndjen më shumë ABS-is, ato rrin kondensatorët rrin me korrent shumë. Okej. Atëherë kemi probleme vetëm me sendilet, për sa i përket pjesës së brendshme të makinës. Po, pjesa motorike, kamja dhe këto pjesa ABS-it, trashëgitjes e AC-s i kanë rregull. Nuk ka asgjë. S'ka asgjë. Thjesht sa shërbime të vogla gjenerike, ai sensor të vogël. Lajmi i mirë. Lajmi i mirë për ty. Okej, mirë. Faleminderit dhe më thuaj kur mund vit ta marr sipas për llogaritjes tënde. Një ditë, 2 ditë, 3 ditë. Ti ditë. vazhdon sot me la makinën, maksimumi nesër mund ka drejka me. Okej. Punë të mbar. Faleminderit. Shkojmë te Ledio të pyesim sa është fatura. Ledio, më thuaj tani se sa do më shkoj fatura. Janë 2 koka zbare, 2 stabilizator, tamburo ferrota mbrapa dhe para. Ja lejnë e qarkullimit, më regjistro si klient se t'ju vi rënd që akoma s'më keni regjistru. Po i lirë për 5 minuta të nxjerrim një preventiv total bashkë me hak pune për pjesët, edhe të shikojmë. Se më dhe mua të më merrni hak pune? Po normalisht që të gjithë janë njësoj, barabartë. Mirë. Qika se unë po bëja humor, Ledio, po vendos faturën si që është për të gjithë klientët, po e rëndësishme është që kokat e zbarës mos t'jenë për seria 3, por t'jenë për BMW X3. X3. Sepse jo më largë se para 6 muaj që i kam bërë shërbime makinës. Të njëjtat shërbime që po i bëjmë sot. Përja shto tamburo ferrota. Të kuptoj. Atëherë unë do mundohem të gjej pjesët më të mira aftermarket që kemi në treg, çdo gjë që është cilësore dhe ta bëjmë makinën tull. Okej. Kam besim. Ledio, ta vej dorën në zemrën, mos mbit fikët, sa është fatura? Atëherë fatura total të shkon rreth 570.000 lek, të gjithë shërbimet që kërkuat më përpara, kokat e zbarës, stabilizator para, ferrotat, disje freni para mbrapa dhe haku punës. Domethënë të gjitha të përfshira me pjesët më të mira aftermarket. Bëj, Ledio, bëj. E rëndësishme për mua është siguria e makinës time, siguria ime, siguria e familjes, dhe jo fatura që do paguaj, po rëndësi ka që mos të vit paguaj prap të njëjtat gjëra që i kam paguar një herë. Sigurisht. Shihemi në videon e ardhshme, 571.000 lek.